Tragedia në Durrës humbi jetën me partnerin, flet familja të resë italiane. Jemi të shkatëruar, presim trupin e saj. Është kryer në Tiranë autopsia e trupit të Sara Brugnatellit, 26 vjeçares italiane nga Zoko, një lagje e Ebruzos, e cila humbi jetën në një aksident tragjik rrugor në Durrës. Në aksident humbën jetën edhe partneri i saj, Kleo Vrioni, 25 vjeç, i cili drejtonte automjetin si dhe një 15 vjeçar. Familja e të resë tashmë pret kthimin e trupit në Itali, ndërsa sipas familjarëve, riaddësimi mund të bëhet javën e ardhshme, por ende nuk ka një datë të përcaktuar. Familja e Sarës ndërkohë po përballet me dhimbjen dhe pritjen për kthimin e saj në Itali. Sipas kushurirës së 26 vjeçares, babai i saj është i shkatëruar, ndërsa familjarët po përpiqen ta mbajnë larg informacioneve të rënda për shkak të gjendjes së tij të brisht. Komuniteti i Zokos dhe miqtë e Sarës janë mbledhur rreth familjes, duke kujtuar të ren si një vajzë të harreshme dhe bujare. Ishte si një motor për mua, një humbje e jashtëzakonshme madhe, është shprehur kushurira e saj.